20 vjet më parë, një gazetar që më vonë bëhet miku im, moderator shumë i njohur televiziv në Shqipëri, duke pi kafe me të më thot, pastor, edhe bën një pauzë gjatë, për të kërkuar vëmendjen time. Pastor më tha prap. Hama i them fort. Më thot, bota është kisha jote. I them, çfarë do të thënë? Çfarë do të thënë nëpërmjet kësaj? Është interesante se si Zoti mund të flasë nëpërmjet buzëve të një jo besimtarit në atë kohë. Më thot, Zoti ka vendosur në këtë vend, jo që ti shërbesh vetëm një komuniteti njerëzish që është grigja jote, po Zoti ka vendosur në këtë vend, që ti ta shikosh botën si vendin tënd të shërbimit. Bota është kisha jote, platforma jote e shërbesës. Por që bota të kuptojë mesazhin që ti do të përcjellësh, ti do të flasësh në një mënyrë të qartë dhe në një mënyrë të thjeshtë. Ti do të adresosh dhimbjen, ti do të adresosh dashurin, ti do të adresosh urrëtitjen, por ti do të adresosh dhe varfrin, dhe problemet sociale, dhe problemet politike që bota ku Zoti ty të ka vendosur ka nevojë ti dëgjoj me një gjuhë të kuptueshme dhe jo nëpërmjet një gjuhë fetare. Bota është kisha jote. Mos i prediko korrit me fjalë tjera, sepse korri nuk ka nevojë për predikim, ata adhurojnë Zotin. Daj një mesazh të kuptueshëm për botën. Më bëri gjatë mendoj dhe e shkruajta në ditarin tim. Bota është kisha ime. Zot, çfarë ti do të thuash nëpërmjet kësaj që më erdhi shumë qartë dhe interpretuar prej miku tim gazetar. Një muaj më vonë, një pastor, diku nga jashtë vendit, 20 vjet përpara, më merr në telefon. Dhe Zoti kishte folur atij në lutje dhe kishte thënë, merr pastor Akilin dhe i thuaj këto fjalë. I thuaj, bota është kisha jote. Pra Zoti më flet për të dytën herë nëpërmjet tanime, nëpërmjet një pastori. Dhe i them, çfarë do thuash nëpërmjet kësaj? Dhe më thot eksaktësisht se çfarë Zoti më kishte folur nëpërmjet buzëve të një gazetari jo besimtar. Foli botës, komunikoi botës. Kur shikoj se sa shpesh jemi të zënë me mikromenaxhimin e halleve, problemeve, konflikteve dhe zëm kohën njëri tjetrit, edhe kemi një botë për të pushtuar. Po më gjone? Kemi një botë për të pushtuar. Kemi një botë për të transformuar. Kemi betejë dhe sfida atje jashtë janë kaq të mëdha dhe merremi me kaq gjëra mediokre këtu brenda, në histori kishas dhe politik kishash e historik sa natyre, konflikte, grindje, gjëra, klane, ndarje e gjëra të sa natyre. Them me vete, nuk kam kohë. 20 vjet më parë, unë natyrisht isha 20 vjet më i ri. Po këto 20 vite tash i kalon shpejt. 20 vitet më tej, unë do jem patjetër që 20 vjet më i vjetër. Por jam i lumtur që Zoti mua më dha këtë fjalë. Dhe jam përpjekur që nga momenti që kam marrë këtë fjalë, të zgjeroja kufit e botës time, nisa të studioj filozofi, teologji, fillova të intensifikoj komunikimin tim publik në debate publike. Filluam të ndërtojmë shërbesa jo vetëm nëpërmjet televizionit dhe medias e komunikimit, por shërbesa me më të varfrit e të varfërve në vendin tonë, të cilët ushqejnë çdo ditë, të cilët vizitohen. E natyrisht Zoti na dha një platformë për t'i folë presidentit të Republikës, për t'i folë kryeministrit, për t'i folë ministrave dhe anëtarëve të parlamentit dhe të gjithë njerëzve dhe shtresave të bashkëdhetarëve tanë, sepse një lloj si me Noeun kur Zoti i thot Noeut, tani pushtoje, shumoni, ndryshoje botën, nuk ka kohë për ankim, nuk ka kohë për paknajsi, nuk ka kohë për murmuritje, nuk ka kohë për të thënë kjo nuk bëhet, ajo nuk bëhet.